Kreu i nëntë. Kur merr fund betejë e çuditshme që bën Karamani i Viskajës dhe Trimi i Mançës. Në pjesën e parë të kësaj historie, e lam Trimin Viskajan dhe Don Kishotin e dëgjuar me shpatën e zhveshur përpjet, gati të kapusnin dy goditje të tërbuara, të atilla që, sikur të qellonin në vendin ku duhej, do ta kishin çarë njëri tjetrin në mes që përsipër gjerë për poshtë, e do të ishin ndarë në dy copa si sheng. Por, tamam në atë pikë kritike, historia e lezetshme pushoi dhe mbeti e cungulluar dhe autori i kësaj nuk na tregonte se ku mund të gjeja pjesën që mungonte. Kjo gjë më rëndoi shumë në zemër se gëzimi që ndjeva nga ato të paka që këndova, mu kthye në hidhërim, se mendoja që do të ishte shumë zor të gjeja kaptinat e shumta që dukeshin se mungonin nga kjo histori e shishme. Mu duk si një gjë e pamundur dhe kundër çdo zakoni të mirë që për një kalorës aq të dëgjuar të mos ndodhej ndonjë i urtë që ta kishte marrë përsipër barrën t'i shkruante trimëritë e tij, që s'jam parë kurrë dhe as janë dëgjuar kurrë në këtë botë. Ky mjerim si ka ngjarë asnjë tjetri nga kalorësit e arratisur, për të cilët tregoi njerëzia e të cilët dilnin për aventura, se cili do prej syresh mbante apostafat një dy të urtë, të cilët jo vetëm shkruanin trimëritë e tyre, por edhe zoografiznin mendimet dhe e gjepurat e tyre më të vogla e më të fshehta. Pra, një kalorës aq i mirë nuk mund të ishte aq fatkeq sa t'i mungonin ata që i kishin tepruar platirit me shok. Dhe kështu nuk mendoja dhe besoja se një histori aq e bukur do kishte mbetur aq sakate dhe e cungulluar, dhe i angarkoja fajin ligësisë së kohës, e cila i gëlltiste dhe i treste të gjitha gjërat, dhe e cila a e mbante të fshehur, a e kishte tretur. Nga ana tjetër, më dukej se posa midis librave të tij ishin gjetur vepra aq moderne sa Shqitja e Zilis me nimfat dhe Barimt e Henarës, dhe historia e tij ishte do e mos një vepër moderne, duhej të ndodhej diku dhe sikur të mos ishte shkruar, duhej ta mbanin në mend njerëzit në fshatin e tij apo në fshatrat rreth e rrotull. Kjo ide më turbullonte dhe më mbushte me dëshirën ta studioja me të vërtet tërë jetën reale dhe të gjitha mrekullitë e spanjollit ton me famë Don Kishoti të Mançës, se ka qenë drita dhe pasqyra e kalorësisë mënçarake, dhe ka qenë i pari në kohën tonë e në këto ditë kaq të zeza që ju vu punës dhe ushtrimi të armëve arratiake për të zhdukur padrejtësitë, për të përkrahur të vejat, për të mbrojtur zonjushat apo zonjat e virgjëra që shëtisnin kaluar me kamxhik në dorë, breg mbi breg e fush në fush. Se ka pasur me të vërtet në kohë të kaluara zonjusha të virgjëra, veç kur u binte më qafë ndonjë maskara, a ndonjë sojsëz me sapate me helmet prej çeliku, a ndonjë vigan me fytyrë dhe zemër prej kuçedre. Zonjusha që arrinin versën e 80 vjetëve dhe tërë këtë kohë nuk flinin as një ditë në stre dhe zbrisnin në varr të pachënderuara, ashtu siç ishin nënat që i kishin lindur ato. Pra, vetëm se për këto e për të tjera arsye, Don Kishoti ynë Trim meriton të përmendet gjithnjë për lëvdata. Këto lëvdata nuk duhet mi mohojnë as mua që u mundova dhe u bëra mukajet dhe gjeta fundin e kësaj historie të pëlqyer. Megjithatë, e di fare mirë se, sikur të mos më kishte ndihmuar Perëndia, rasti dhe fati i mirë do t'i kishin munguar botës Englendxheja dhe zbavitja që mund të kenë për 1-2 orë ata që do të kenë mundësi dhe ta këndojnë. Dhe zbulimi i saj ka ngjarë në këtë mënyrë. Një ditë, kur isha në pazarin e Toledos, erdhi një djalë që donte t'i shiste një tregtari ca defter e ca kartëra të vjetra, dhe me qenë se jam merak dhe këndoj makar dhe karta të hedhura rrugëve, u interesova, siç e kam zakon prej natyre,
dhe mora një nga defterët që shiste djali dhe pash ishte shkruar me shkronja arabe. I njoha me njëherë shkronjat, por nuk dija t'i këndoja. Shkova pra për të kërkuar ndonjë arab që të mi këndonte. Nuk ishte zor për të gjetur dragoman të këtill. Sikur të kërkoja, do të kisha gjetur dragoman edhe për një gjuhë më të mirë dhe më të vjetër. Më në fund, rasti më solli një përpara. I shfaqa dëshirën time dhe ja dorëzova librin. E hapi në mes, këndoi pak dhe nisi të qeshte. E pyeta përse qeshte dhe mu përgjigj se qeshte për një shënim të shkruar në margë të librit. Ju luta të ma tregonte dhe ai, pa lënë të qeshurit, tha: "Këtu në margë është shkruar." Kjo dylqinja e Tobozës, që përmendet kaq shpesh në këtë histori, thonë se bënte pastërman më të mirë në tërë Manshën. Kur dëgjova emrin e dylqinjës së Tobozës, mbeta i habitur dhe pa marrë frymë, se menjëherë e mora me mend se ata defter përmbanin historinë e Don Kishotit. Për këtë arsye, ju luta të më këndonte titullin. Ai, duke përkthyer nga arabishtja në kastiliançën, këndoi këto fjalë: Historia e Don Kishotit të Manshës, shkruar prej Sid Hamid Ben Halilit. Ishte ky një historian arab. Mu desh të ruesha shumë për të mbajtur gëzimin që ndjeva kur dëgjova titullin e librit, dhe si lash rradh tregtarit, por ja bleva djalit të gjitha kartërat dhe defterët për gjysmë kacide. Sikur ta dinte dhe ta merrte me mend se sa i dëshiroja, mund të më kërkonte e të më merrte më tepër se 6 kacide për këtë shitje. Shkova me një herë me arabin në obor të kryekishës dhe ju luta të më i përkthente kastiliançe të gjitha ata defterë që merreshin me Don Kishotin, pa shtuar e pa hequr asnjë gjë, dhe i blatova pagesën që ai më kërkoi. U kënaq me 2 ok stafide dhe me 2 shinik grur, dhe mu zotua të mi përkthente mirë, me besnikëri dhe me shpejtësi të madhe. Por unë, për të lehtësuar më tepër punën e për të mos lënë nga dora një xhevair aq të çmuar, e shpura në shtëpi, ku brenda në një muaj e gjysmë ma përktheu të tërë, ashtu siç po e tregoj këtu më poshtë. Në defterin e parë ishte i pikturuar në një mënyrë natyrale edhe betejë e Don Kishotit me Viskajanin. Tamam me atë qëndrim që tregon historia me shpatat përpjet, njëri i mbuluar me mburoj dhe tjetri me jastëk, dhe me mushkën e Viskajanit të gjallë që dukej se ishte prej Qiraxhiu që për së largu. Në këmbë Viskajani kishte të shkruar emrin Don Sancho de Aspeitia, se pa fjalë ashtu quhej, dhe në këmbët e Rozinantit ishte shkruar edhe emri i Don Kishotit. Rozinanti ishte pikturuar bukur, për çudi i gjatë dhe i thatë, i fishkur dhe i hollë, kockë e lëkur, se duke i sheshit që ja kishin vënë me të drejtë edhe emrin që ai mbante, i cili ishte Rozinant. Pranë tij qëndronte Sancho Pança, që mbante gomarin e tij për kapistalli, dhe në këmbët të tij ishte një tjetër shkroll që thoshte Sancho Këmbaci. Dhe ashtu dukej të ishte se, siç e tregonte edhe piktura, e kishte barkun të madh, trupin e shkurtër dhe këmbët më se të gjëra. Dhe prandaj e quanin barkalec e Këmbac, se me këto 2 llagape e përmendte disa herë historia. Kishte dhe disa vogëlima të tjera që s'kan rëndësi, që s'kan të bëjnë fare me tregimin e vërtet të historisë, se ndryshe s'ka gjë të vërtet që të jetë e keqe. Mund të ketë ndonjë ndryshim për vërtetësinë e historisë vetëm nga shkaku i autorit që ka qenë në të vërtetë arab. Por meqense ata janë armiq tanë, e do arsyeja që më tepër ta kenë zvogëluar se sa ta kenë shtuar. Dhe tamam, kështu më duket se po bën edhe ky, se kur duhet ta zhvesh pendëm për të shëmpleksur lëvdata për një kalorës aq të mirë,
Ai nuk bën zë fare dhe duket se apostrofat e mira i kalon në heshtje. Gjë e keqe si vepër, por ca më e keqe si mejtim, se historianët kanë qenë dhe duhet të jenë eksakt, vërtet thënës dhe krejt të panshëm. As interesi, as frika, as mëria, as hatri nuk duhet t'i bëj që të largohen nga udha e së vërtetës, nën e të cilës është historia, rivalja e kohës, fesari i veprave, dëshmitari i të shkuarës, shembulli dhe udhëheqësi i së tanishmes, paralajmëruesi i së pritmës. Në këtë histori, jam i sigur se do të gjenden të gjitha ato që janë të dëshiruara dhe të pëlqyera, dhe në mungoft ndonjë e mirë, jam i mendjes nga ana ime se është më tepër faji i tij rezilit autor se sa i subjektit. Shkurt, pjesa e dytë, sipas përkthimit, niste në këtë mënyrë. Me shpatën e mprehtë dhe përpjet, të dy luftëtarët trima, të ndezur prej zemërimit, dukeshin sikur kërcënonin qiellin, tokën e avushën, me aq kurajo dhe trimëri që po tregonin. I pari që shkarkoi goditjen ishte Viskajani kolerik, dhe i dha me aq forcë dhe me aq furi, sa sikur të mos i ishte thyer shpata udhës, ajo goditje e vetme do të ishte e mjaft që t'u jepte fund betejës së ashpër dhe të gjitha aventurave të kaloshësit tonë. Por fati i mirë, i cili e ruante për gjëra më të mëdha, e ktheu shpatën e kundërshtarit me një mënyrë që, ndonse e qelloi në supin e mëngjër, nuk i bëri tjetër dëm përveç se e çarmatosi nga ajo anë dhe gjithsej duke i shkëputur udhës një pjesë të madhe të helmetës dhe gjysmën e veshit. Dhe të gjitha këto u rrëzuan për dhe me një të krisur të tmerrshme, duke e lënë të zotin e tyre në një gjendje shumë të keqe. O Zot, o Perëndi, cili vallë është ai që mund të përshkruaj tani trimërinë që ndezi zemërimin e mençarakut ton, kur e pa se në çmënyrë e çmeri me ti si Viskajani, që të mos e zgjat fjalimin, u ndez aq shumë sa u ngrit përsëri mbi zengjit. E kapi shpatën me të dyja duart dhe i shkarkoi Viskajanit me aq tërbim, duke e qelluar mu mbi astëkun e mbi kokë, sa me gjitha të mbulesë të mirë, ishte sikur i ra një mal përsipër, nisi të rrithej gjaku nga hundët e nga goja dhe nga veshët madje, dhe tregonte shenja sikur do të rrëzohej nga mushka për dhe, nga e cila do të kishte rënë pa fjalë, sikur të mos e kishte kapur për qafe, po me gjithë këtë, i shkan këmbët nga yzengjit dhe krahët nga qafa e mushkës, e cila u tremb nga goditja e tmerrshme, dhe nisi të rente në përfush dhe pasi hodhi disa hickla, u përmbys për dhe me gjithë të zotin. Don Kishoti qëndronte dhe po e shikonte me qetësi të madhe, dhe kur e pa që ra, u hodh nga kali, i rendi pranë me shpejtësi, ja vuri majën e shpatës mbi syt dhe i tha që të bëhej teslim se ndryshe do t'ja priste kokën. Viskajani ishte aq i zalisur sa nuk mund të nxirrte gjysmë fjalë nga goja, dhe do ta kishte pësuar keq prej Don Kishotit, i cili ishte verbuar nga tërbimi, sikur të mos i kishin ardhur zonjat e karrocës, të cilat gjera herë po e bëni se hir betejën me lebetira dhe të cilat ju lutën me nxehtësi të madhe t'ja falte jetën shqytarit të tyre. Don Kishoti me kryelartësi dhe rëndësi të madhe, në këtë moment u përgjigj. Me të vërtet, zonja të bukura, unë jam gati të bëj atë që më lypni, por me një kondit dhe marrëveshje, që ky kalorës të më zotohet se do të vej direkt në Toboz e do të paraqitet madje përpara zonjës time Dylçinj, që nuk ka shoqe në botë, që ta përdor ajo sipas dëshirës së saj. Zonjat të trembura dhe të trullosura, pa kuptuar se çu kërkonte Don Kishoti e pa pyetur se i cila ishte Dylçinja, ju zotuan se shqytari do t'i bënte të gjitha ato që po i urdhëronte Don Kishoti. Atëherë, tha Don Kishoti, posa më jepni fjalën, nuk e ngas më, megjithë që
e meritonte nga ana ime edhe pak më tepër.